Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vjojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ajzalallahu lahu al-ajra wa thawab. Ku autori thot, dhe kur u vendos i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë, u urdhërua më pas me ligjet e tjera të Islamit, siç është zekati, agjërimi, haxhi, ezani, xhihadi, urdhri në të mirën, ndalimi nga e keqja dhe ligjet e tjera të Islamit. Dhe kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u vendos në Medinë, filluan obligimet njëra pas tjetrës, duke filluar me zekatin, i cili u obligua në vitin e dytë sipas hijretit, dhe bëhet fjalë për zekatin që është në këtë formë që është edhe sot, me përcaktimin e masës së caktuar, e tjera se në të kundërt zekati ishte edhe para kësaj kohe i obligueshëm edhe në Mekë, por jo në këtë formë. Në këtë formë u obligua në vitin e dytë sipas hijretit, por edhe në Mekë ishte si obligim, por jo në këtë formë që u vendos më pas, siç Allah madhruar thot në surën El-Muzammil, në fund të ajeteve të saj, wa aqimu s-salah wa atu z-zaka wa aqridu Allaha qardan hasana, dhe falni namazin dhe jepeni zekatin. Pra, është një urdhër për dhënien e zekatit, mi për në këtë formë që është sot, u obligua në vitin e dytë zekati sipas hijretit profetit sallallahu alaihi wasallam. Më pas thot, u obligua edhe agjërimi. Agjërimi, kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pa se çifutët agjëronin një ditë që ishte dita e Ashuras, dhe i pyeti, çfarë është kjo ditë që ju agjëroni? I thanë, kjo është dita në cilën Allahu shpëtoi Musain dhe bijtë e Israilit ndaj faraonit, dhe ne agjërojmë atë duke e madhruar. I tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ne jemi më parësor se ju për Musain, dhe urdhëroi që dita e Ashuras të agjërohej. Dhe fillimisht ishte obligim agjërimi ditës së Ashures, detyrë. Mirë po, më pas kur u obligua agjërimi në vitin e dytë sipas hijretit, që ndodhi konkretisht pas vitin i cilin ndodhi edhe betejë e Bedrit, dita e Ashuras, agjërimi i Ashures, ngeli e pëlqyeshme dhe nafile. Ndërsa obligim u vendos agjërimi muaj të Ramazanit, siç Allah thotë në Kur'an, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush është prezent për jush në këtë muaj, le ta agjërojë. Dhe po ashtu thotë u obligua edhe haxhi. Haxhi u obligua sipas disa dietarëve në vitin e 6 sipas hijretit. Është edhe viti në cilin zbriti fjala e Allahut të lartësuar, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Plotësojeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut. Ndërsa mendimi tjetër i dietarëve është se u obligua në vitin e 9, dhe jo në vitin e 6. Në vitin e 9, pra më pas, dhe pas çlirimit të Mekës. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam u urdhërua për haxh në këtë vit, vitin e 9, në surën Ali Imran. Dhe surja Ali Imran zbriti në kohën që vinin ekspeditat e fiseve dhe vendeve të ndryshme tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, gjë e cila ndodhi në vitin e 9 sipas hijreti, dhe po në vitin e 9 profeti sallallahu alaihi wasallam e la haxhin atë vit, nuk shkoi vet, dhe urdhëroi Umerin radhiyallahu anhu të shkonte, urdhëroi Ebu Bekrin radhiyallahu anhu të shkonte, dhe bashkë me të dërgoi edhe Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhuma. Mirë po profeti sallallahu alaihi wasallam e bëri haxhin vitin tjetër, që është viti i 10 sipas hijretit, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam agjëroi një haxh jetim të vetëm, dhe nuk
bëri haxh tjetër përveç tij. Dhe më pas thot u obligua edhe ezani. Dhe ezani u obligua në vitet e para të epokës së Medines. Dhe po ashtu u obligua edhe haxhi, edhe xhihadi. Xhihadi po ashtu u obligua gradualisht. Dhe u obliguan pas thot dhe urdhrin të mirën, dhe ndalimin nga e keqja, dhe në përgjithësi ligjet e Islamit të shfaqura u obliguan në Medine, ndërsa në Mekë profeti sallallahu alaihi wasallam thiri në tauhid dhe ndaloi nga shirku për 10 vite rresht, derisa u obligua namazi, i cili u obligua në vitin e 10 të profecisë, ndërsa ligjet e tjera të Islamit të dukshme dhe të shfaqura u obligua në Medine, dhe po ashtu edhe ndalesat, si ndalimi i alkoolit, i moralitetit, i kamatës, të gjitha ndodhen në Medine, pasi profeti sallallahu alajhi wasallam u shpërngul për në Medine. Dhe ky është një argument i qartë se gjëja më e rëndësishme në Islam dhe thelbi i fesë islame është çfarë? Është tauhidi, është thirrja në tauhid dhe ndalimi dhe parandalimi nga shirku. Se kjo ishte dhe thirrja e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa gjërat e tjera, urdhrat e tjera erdhën në epokën e Medines, dhe po ashtu edhe ndalimi nga të ndaluarat erdhën në Medine. Prandaj thirrja e thirrsave duhet të fillojë me tauhid, me thirrjen e tauhid, sepse zemra nëse e njëson Allahun e madhruar dhe veçon atë në adhurim, ka për të dashur atë që do Allahu, dhe ka për t'u bindur Allahut dhe dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka për ta lënë shirkun, idhujtarin, dhe ka për të lënë çdo gjë që e urren dhe nuk i pëlqen Allahu madhruar. Më pas autori thot, dhe kështu vazhdoi për 10 vite profeti sallallahu alaihi wasallam, për 10 vite është epoka e Medines, derisa ndroi jetë i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, mirë po feja e tij ka për të mbetur, thot, ka për të qëndruar, dhe kjo është feja e tij. Dhe nuk ka mirë, nuk ka ndonjë gjë të mirë pa ja komunikuar popullit të tij, dhe nuk ka ndonjë të keqe pa e parandaluar popullin e tij që të bëj kujdes për asaj të keqeje. Dhe ai e ftoi popullin, gjë më e mirë që ai e ftoi popullin e tij ishte tauhidi, dhe çdo gjë që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen. Dhe po ashtu gjëja më e keqe në të cilës profeti sallallahu alajhi wasallam e parandaloi popullin e tij ishte shirku, dhe çdo gjë që e urren Allahu madhruar dhe nuk e pëlqen. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam qëndroi në Medinë, thot, 10 vjet duke thirrur në tauhid, dhe po ashtu duke ftuar dhe në gjërat e tjera të Islamit të dukshme të shfaqura, siç ishin zakati, agjërimi, haxhi, xhihadi, ezani e tjera. Dhe vazhdoi pra për 10 vite rresht në këtë mision i dërguar sallallahu alajhi wasallam, dhe feja e tij, thot, edhe pse ai ndroi jetë, ka për të mbetur, ka për të vazhduar, ka për të qëndruar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u varros në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, dhe feja e tij ka për të mbetur. Dhe Allahu madhruar nuk pranon nga askush tjetër fe përveç kësaj feje, dhe kjo është feja e tij, thot. Kjo është feja e tij. Cila është feja e tij? Është kjo. Kjo që është përmbajtja e kësaj broshureje, që është njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja e profetit sallallahu alajhi wasallam me argumente. Kjo është feja e tij, thot, e cila ka për të mbetur. Gjë që ai e sqaroi pra në këtë broshurë, dhe nuk ka ndonjë gjë të mirë, thot, nuk ishte ndonjë gjë të mirë, verse ai ja tregoi popullit të tij, dhe çdo gjë të keqe ai e parandaloi popullin e tij që të ruhet dhe të bëj kujdes nga gjërat e këqija. Dhe ai ishte i mëshirshëm me popullin e tij, dhe u përpoq që ta kryente këtë mision më së miri, dhe ai e kreu amanetin, e përmbushi këtë mision sallallahu alaihi wasallam, dhe i tregoi popullit çdo të mirë. Ja tregoi të gjitha ligjet e Islamit, prej obligimeve, prej gjërave të pëlqyeshme, prej ndalesave dhe për gjërave që janë të urryera, dhe po ashtu i tregoi edhe sunetet nafile, të cilat janë të pëlqyeshme për të vepruar. Saqë thot, i tha një burr Selman el Farisit,
ju mësoi i dërguar tuaj, tha, çdo gjë. Ju mësoi, thot, i tha edhe mënyrën e kryerjes së nevojës, së jashtëqitjes. Po, i tha Selmani. Na mësoi dhe edhe ato gjëra ka mësuar. Prandaj, madje profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkonte për të kryer nevojën, largoi larg syve të njerëzve dhe mësoi shumë gjëra që kanë të bëjnë edhe me mënyrën e kryerjes së nevojës. Dhe ai e ngriti argumentin ndaj popullit të tij dhe ka për të qenë dëshmitar për këtë popull dhe ai e kreu më së miri amanetin që Allah madhruar i ngarkoi dhe thirrin tauhid, parandaloi nga shirku dhe po ashtu i parandaloi muslimanët dhe popullin e tij nga të gjitha të ndaluarat dhe gjërat e këqija si bashkëpunimi me gjërat e kota, ndalimi nga kamata, nga immoraliteti, nga alkooli dhe e parandaloi popullin e tij që të bëj kujdes nga tradita e popujve të mëparshëm. Madje ai thotë sallallahu alaihi wasallam, ju keni për të ndjekur traditat e atyre që ishin para jush, pëllëmb për pëllëmb, hap pas hapi. Dhe nëse ata kanë për të futur në një grop në strofën e babit, edhe ju keni për t'i ndjekur ata, thot. Dhe i thanë sahabët, o i dërguar Allahut, bëhet fjalë për persët dhe për romakët, dhe kush janë njerëzit veçse ata. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam po ashtu e parandaloi këtë popull që të bëjnë kujdes nga shpikjet në fe. Dhe thotë sallallahu alajhi wasallam që ky popull ka për të përçarë në 73 grupe, të gjitha kanë për të qenë në zjarr, përveç një grupi të vetëm që është pala e ndihmuar, grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar nga Allahu i lartësuar. Dhe ai i tregoi çdo gjë të mirë këtij populli dhe parandaloi që të bëj kujdes nga çdo gjë e keqe. Më pas do vazhdojmë me pjesën e tjera të broshurës në ditët në vijim, e kaq mjaftojnë për sot. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.